E kemi hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku i dërguari Allahu thot: besimtari me imanin më të plot, besimtari me imanin më të përsosur, është ai i cili e ka moralin më të mirin. Më të zgjedhurit tuaj janë ata të cilët janë më të mirët me gratë e tyre. Do të thonë, sheqa. Fillimisht pjesa e parë, pejgamberi sa më thot besimtari me imanin më të plot. Kush qen ka? Është ai i cili e ka moralin më të mirin. Po flasim për superlativ, nga sa po flasim për imanin e plot. Pastaj vazhdon pjesa tjetër që është më e veçantë. Më të zgjedhurit tuaj janë ata të cilët janë më të mirët me gratë e veta, respektivisht me familjen e tyre. Do të thotë, pjesa e parë flet për moralin në raport me njerëzit në përgjithësi, pjesa e dytë flet në raport me moralin, në raport me familjen, më e veçantë. Po kjo lidhje e pejgamberit alayhisalam me imanin ishte edhe në aspektin tjetër, jo vetëm hadithi i parë kishte të bëjë me atë pjesën inkurajuese, kur i dërguari Allahut i thret njerëzit për vlera, për virtyte. E pejgamberi alayhisalam e sqaronte moralin edhe këtë përdorte si mekanizëm, edhe kur i dërguari Allahut e lidhte moralin me imanin, kur provonte me i vetëdisu njerëzit më ushmang dhe më largu prej disa veseve të liga. Për shembull, i dërguari Allahut në hadithin e vërtet në një rast thot: "Wallahi nuk ka besu 3 herë përsërit. Wallahi nuk ka besu." I thojnë shok, kush është ai i cili nuk ka besu? Do thotë nga se tash është situata përsërit. Po edhe serioze. Thot nuk ka besu ai njeri që komshiu i tij, fqiu i tij nuk është i sigurt dhe nuk ndihet i sigurt prej zullumit të tij. Do thotë sheqa, pejgamberi alayhisalam këtë pjesë të edukatës dhe mirësjelljes e ka lidhë me imanin dhe e ka shfrytzuar këtë si mekanizëm për me i bë thirrje atyre njerëzve që nuk janë të ndërgjegjshëm që mos t'i bëjnë zullum e kujshive të tij. Ndonjëherë pejgamberi alayhisalam këtë mekanizëm e ka ndërlidh me imanin, e ka ndërlidh me ditën e fundit. Prapë edhe kjo ka të bën me imanin, mirë po në mënyrë ekskluzive e ka ndërlidh me ditën e fundit, me ditën e gjykimit, sikur thot pejgamberi alayhisalam, ai i cili beson Allahun dhe beson ditën e fundit, mos t'i bëj zarar dhe keq komshiut të tij. Ai i cili beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta nderoj mysafirin e tij. Ai i cili beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flet mirë ose le të hesht. Tash këto 3 thirrje janë të fuqishme, që këto të 3 thirrjet ai emrusi i përbashkët i tyre është thirrja për përsosshmërinë e moralit, për mirësjelljen dhe për edukatën e lartë.